Atëherë koleg të shkena pjesën e Vox Popeve. A ke bo Vox Pope ti? Po si s'kam bë Vox Pope? Për 7-8 marsin, e? Kam bë për 7-8 marsin. A kanë fol njerëzit në i film? Kanë fol njerëzit, i kam pyetur edhe për 8 marsin, si ka lind si fest, shumica nuk e dishin. Nuk e dishin se si ka lind si fest, 2 vetëm janë përgjigj sakt, si ka lind si fest, por megjithatë, me anë të këtyre Vox Popeve, do ta informojmë edhe publikun se si ka lind si fest kjo. Mirë, dakord, a jena gati me fillu mu rikthy në studio dhe me kalu te Vox Popet. Po, vazhdojmë. Qa thot regjia? Qa thot? Jena në linje direkt? Oh, po neve janë të na filmu më niku. Po, dakord pra regjia, dakord, na kalo direkt te Vox Popet. Jepi Vox Popet. Për 8 marsin, a mendon që është fest apo është protest? Po tash do të jetë fest 8 marsin, do të jetë fest, po tash se ç'bën mileti këtë nuk e di, ta udhëheqja, po fest 8 marsin do të festohet si gjithë të tjerë. Ka qenë fest e vazhdueshme në çdo situatë. Po në botën e jashtme, është fest apo protest? Jashtme nuk dëgjoj pra ne. Për Shqipëri flasim. A mendon që në Shqipëri duhet që të ndryshohet mentaliteti i 8 marsit, të protestohet? Jo, pse të ndryshohet. Ai nuk është i vjedhur, nuk është i kurdisur. 8 mars është fest e kravët. Gëzojnë gjithë njerëzit për shembull. Nuk ka mundësi ta ndryshoj. Nuk fitoj kjo me ndryshime llafe. Në fakt koleg tha një variant për cilin do të diskutojmë më vonë se 8 marsi në Shqipëri edhe për ne si popull është perceptuar ndryshe nga 8 marsi që perceptohet në botë, me demonstrata, me protesta për drejtat e grave, kurse në Shqipëri është perceptuar për festën e nënës, për festën e gruas. Na që kena shumë festa, prandaj jena në këtë lloj mentalitetit edhe në këtë lloj situatet që është. Pse ti mendon se festat na pengojnë me ecë përpara neve, se këto festulla s'punojnë? Jo çdo gjë është fest, më Aleksandër. E drejt. Jo çdo gjë është fest, po nga që mentaliteti jon shqiptar feston çdo gjë, a kupton, edhe prandaj ne e marrim çdo gjë si fest. Dakor. Regjia, ju lutem tek Vox Popi tjetër. Me që ke qenë mësues, si të duket festa e 7 marsit në kohët e sotme? Pra nxënësit janë të detyruar për t'i dhuruar mësuesve dhurata, lule. Shiko, unë kam festu nga 42 vjetë që kam punu në arsim, 32 vjetë kam qenë drejtor shkolle dhe nuk pritëshin nxënësit dhe bëshin festën e mësuesit dhe dhurata për ne, që unë kam jetu edhe në kohën e monizmit edhe sotme, ishte të qemi dhurat një buqet me lule mësuesit. Kurse sot, mblidhen, a me imponim, a me dëshirë ata pikpyetje për mua, nuk mund ta diktoj se ka dhe nga ato prindër që kanë buxhet familjar të lartë, blen gjëra kushtueshme, jo vath floriri, jo kështu vargje e tjerë, që mu nuk kum përshtaten më për moralin ose më tepër edhe për moshën e fëmijës. Po pse ka shku puna deri këtu? Ka shku se familja, bërthama kryesore e edukimit të fëmijëve është familja. Tani për këtë festën e 7-8 marsit. Urdhra. 7 marsi është festa e mësuesit, a mendon që ka ndryshuar tradita e festimeve, pra nxënësit duhet që t'i dhurojnë se s'ban dhurata të shtrenjta mësuesve apo si? Valla i birina s'ka ndryshuar krejse, nuk është ajo që kena qenë më përpara. Se si ka qenë më përpara? Një lezet liku i madh? S'ka mo lezet. Asnjë gjë. Tani, ky 8 marsi është fest apo është protest? Vallaj, në dy anë ta quajmë morbire, fest edhe protest. Pse edhe fest edhe protest? Sepse edhe protesta ka një ashtu sepse nuk kanë gjon të rezi, nuk ka asnjë gjon të rezi. Ti e feston 8 marsin apo proteston për 8 mars? Unë festoj në shtëpi se nuk protestoj. Nuk protestoj. Faleminderit. Gjithë mirat birë. Unë do me ditë më atej për herë për festën e mësuesit, si ka qenë atëherë, në kohën tuaj, edhe si është sot. Do me më thënë diçka në konfidencë, tash këto nxënësit.
A janë të detyruar që t'japin dhurata? Nuk janë të detyruar, po është koha e tillë që edhe të mos ashtu kërkojnë vetë ata. Më blini këtë, më blini atë. Atëherë ku një vizatim, një ashtu nuk u ashtu. Tash me florin, një mbushin me florin. Po mirë. Nuk. 8 marsi, a është fest apo është protest? Po tash e kanë kthyer si të duan. E kanë kthyer se nga ana materiale. Ti e feston 8 marsin apo proteston? Unë po e festojmë, çfarë të bëjmë? Ajo protestë është që të ngrihen për të drejtat e tyre, po tash e kanë kthyer në festë. Unë do t'ju bëj edhe i pyetje të fundit. Po. Se me që do vim afër festës së 7 marsit, që është festa mësuesit. Ç'a bani ju për 7 mars? A dhuroni lule apo? Po. Jo vetëm lulere, a na dhurata mësuesve? Ç'a dhuratash? Dhurata që dojnë mësuesja, ose japim lek në i thajmë shko ble dhuratë që dush. Po ta zysha tani ka shkolla jon vin me Porsche, ashtu që kanë kap veten. Vjen zysha italisht dhe Porsche ma kanë. Po mirë, po pse dhurata? A ju kërkojnë mësuesi dhurata? Jo, është festa, pra kanë festa, kupto, siç keti ditëlindje për shembull do të bëjmë në dhuratë, kupto. Ky për shembull do ngel me histori, bo dhuratë zysh histori sa kala. Shumë e thjeshtë. Kjo quhet korrupsion kontraband. Vazhdon me dhurata ti? Jo. Po çfarë dhuratash i bani? Unë s'bëj dhuratë, s'ma kaloj shkollën me forcat e mia. Kështu që mësuesit ja bëjmë për respekt, për dhuratë që ka festën e vet, e kupton? Kalojmë shumicën e pjesës orës në shkollë ose pjesën e ditës në shkollë. U ma fort bëjmë mësim me zyrë se sa bëjmë me nënta emër, i herë në shkoj të nëna ime unë shok. Është edhe pjesa e respektit. Po ti pse s'flet ti? S'du. E po menjet ndryshme, idet ndryshme, muhabetet ndryshme, perceptimet ndryshme. Sidomos brezi i vjetër ka perceptime të ndryshme. Po mirë, tash ti duhet me pyet më atë për edhe brezin e ri fije, na intereson edhe ardhmja. Edhe ardhmja. Po, Me ardhmja pak flasin Aleksandër. nuk flasin shumë. Nuk flasin shumë. Nuk kanë qef mu predispozu për kamrat, për aparatet, Nduket se nuk kanë se që me thanë. Një mos kështu, në rrjetet sociale kanë ç'a thonë sa dush. Puna është me dalë me fol haptas, se për në rrjetet sociale mundet me shkruaj gjithkush. Ashtu e. Pa, puna është me fol ball për ball. Produksioni po mbën me dije, po mbën me shenjë për një lidhje direkte me personazhin e inteligjencës artificiale AI, Hanja, koleg. Të lutem, Aleksandër, ban kujdes mas na fut do në transmetim më E di se s'ke qef, po të shtot të regjia më burtesh. Po, As këtë blogerin se kena qef më burë, se as kjo nuk diti gjanë që a tha ke ma tepër na përziu, na boni qërap se sa na sëroj. Mas na fut më hanjen më burë, po të orë... Të pakten kjo Hanja din më burë, se ka informacion. Ka informacion? Po më burë? Po. Atëherë regjia na lidh direkt me Hanjen? Mirëmbrëma, jam këtu sërish. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe Hanja, se në fakt na kishte marrë malli shumë për ty. Po, na ka marrë malli shumë, po banë mirë që erdhe. Po, se pak më parë po diskutonim me kolegun, çfarë është eksaktësisht 7 marsi? 7 marsi në Shqipëri është dita e mësuesit. Çfarë përfaqëson kjo datë? Kjo ditë përkujton hapjen e mësojnëtore së parë në Korçë, në 7 mars 1887, shkolla e parë që mësohej gjuha shqipe. Dhe çfarë simbolizon 7 marsi? Kjo datë simbolizon rëndësinë e figurës së mësuesit, rëndësinë e dijes, gjithashtu edhe përpjekjet historike për përhapjen dhe ruajtjen e gjuhës shqipe. Si festohet kjo ditë? Në këtë ditë zakonisht nxënësit dhurojnë lule ose kartolina për mësuesit. Gjithashtu organizohen edhe evente të ndryshme në shkolla. Dakord Hanja, faleminderit për informacionin. Po 8 marsi çfarë është? 8 marsi është dita ndërkombëtare e gruas. Kjo ditë festohet çdo vit në të gjithë botën, për të nderuar dhe respektuar figurën e gruas dhe për të përhapur barazinë gjinore dhe të drejtat e barabarta. Si e ka piknisin kjo datë? Kjo datë ka nisje nga lëvizjet e grave në fillim të shekullit të 20, për barazi gjinore, të drejtën për punë dhe të drejtën e votës. Dhe në cilin vit lindi fiks kjo fest? Në vitin 1977, OKB-ja e shpalli 8 marsin si ditën ndërkombëtare të grave. Atëherë si festohet kjo datë, cilat janë simbolikat? Dhurohen lule, organizohen aktivitete ose evente të ndryshme. Mbahen fjalime për të drejtën gjinore, por disa vende krijojnë edhe marshime ose protesta.
Çfarë simbolizon data 8 mars? Kjo datë simbolizon respektin për gratë, kontributin e tyre në shoqëri dhe luftën për barazi dhe drejtësi. Hanja, si festohet 8 marsi në vendin ton, pra në Shqipëri? Në Shqipëri 8 marsi është një ditë feste, e cila festohet për nënat, motrat dhe gratë në përgjithësi. Po ti, Hanja, a feston këtë fest? Unë nuk jam si njerëzit, sepse jam inteligjencë artificiale, por e vlerësoj shumë domethënien e kësaj feste. Dakord, Hanja, me që ti vetë nuk e feston, a mund të bësh një urim special për të gjitha gratë shqiptare? Urimi për të gjitha gratë shqiptare është ky. Gëzuar 8 marsin, jeni forcë dhe frymëzim për shoqërinë tonë. Respekt dhe mirënjohje për ju, gëzuar 8 marsin. Dhe me këtë urim kaq të bukur e përcjellim edhe Hanjen. Hanja, faleminderit që ishe me ne në studio. Faleminderit juve. Sa herë të keni nevojë mund të më pyesni. Unë jam këtu për t'ju përgjigjur. Dhe pas urimit të Hanjes, edhe unë dua të uroj së pari festën e 7 marsit për mësuesit dhe së dyti festën e 8 marsit për të gjitha gratë shqiptare ku do ndodhe. Gëzuar edhe nga unë festën e 7-8 marsit. Dhe së bashku me këto urime, i erdhi fundja dhe emisionit tonë për sonte. Faleminderit që na ndoqët, bashkë natën e mirë. Natën e mirë.